ati është sulmuar vetura me eksploziv. Shikues të nderuar, gjendemi këtu në hyrje të qytetit të Leposaviqit. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është se kemi dashur me marrë më shumë informacione rreth një komunikate që policia e Kosovës e ka lëshuar dikun rreth 3 orë më parë. Në atë komunikat thuhet se 2 ditë më herët personi me inicialet M.V është plagosur në territorin e Kosovës, por bëhet fjalë për një shtetas të Republikës së Kosovës të nacionalitetit serb, e më pas është rrëmbyer dhe është dërguar në Serbi. Sipas policisë së Kosovës, vendi ku dyshohet se ka ndodhur kjo ngjarje është në Republikën e Kosovës, pikërisht në pikën 0 në afërsi të Leposaviqit, pra në zonën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Dikun rreth 1 kilometër larg këtij vendi, policia e Kosovës i ka bllokuar rrugët që të shpijnë në këtë vend, për shkak se të gjitha rrugët atje janë rrugë ilegale. Dhe kjo është arsyeja pse nuk dihet ende se nga ka arritur ai person të depërtojë në atë zonë. Me të mbërritur në Verinë kemi tentuar me marrë informacione prej policisë së Kosovës, por Veton Elshani, zëvendësdrejtori i policisë për drejtorinë e rajonit të Veriut, na ka thënë se ata fillimisht janë marrë me rastin. Më pas rasti ka kaluar në drejtorinë e krimeve të rënda në Prishtinë dhe informacionet lidhur me rrëmbimin, siç është thënë, duhet i marrim në Prishtinë. Informacione kemi tentuar me marrë edhe prej prokurorisë themelore në Mitrovic, departamenti i krimeve të rënda, e cila tashmë është duke u marrë me këtë rast, por ata nuk kanë qenë të qasshëm deri në këtë kohë. Nga ajo që kemi kuptuar gjatë kohës apo qëndronim në Leposaviq dhe në këtë zonë, është se bëhet fjalë për rrëmbimin e personit me emrin Milan Vukashinović, i cili edhe më herët kishte pasur probleme. Dikun rreth 1 vit e gjysmë më parë atij është sulmuar vetura me eksploziv, ndërsa ka pasur edhe sulme dhe kërcënime të tjera.